E Majta e Bashkuar do të garojë me kandidatë përbashkët për zgjedhjet lokale të 21 qershorit, konsultimet për të cilat do të nisin javën e ardhshme. Kreu i Kuvendit Ilir Meta sqaroi për mediat se për dy aleatët e PS-s dhe LSI-s nuk do të ketë zona të ndara. Nuk besoj se do të ketë zona të ndara midis Partisë Socialiste, LSI-s dhe aleatëve të tjerë, por do të ketë një marrëveshje për të bashkuar përgjegjësitë me qëllim përzgjedhjen e kandidatëve më të mirë. Këto nuk janë zgjedhje politike. Javën e ardhshme do të kemi mundësinë të shkëmbejmë mendime për ndërtimin e këtij procesi. Meta u shpreh bindur se opozita tashmë e ka kandidatin e saj për bashkinë më të madhe në vend, Tiranën. Madje kreu i LSI-s nuk kurseu notat e humorit teksa tha: Zoti Berisha me shumë drejt e ka shpallur zotin Basha si kandidatin për zgjedhjet e ardhshme të Bashkisë Tiranës. Dhe mendoj se ka plotësisht drejt pasi u bën 10 vjet që zoti Berisha punon për të ardhmen e zotit Basha. Kështu që le ta bëj betejë zoti Basha për të ardhmen e zotit Berisha. S'kemi asnjë vërejtje. Në fund, kreu i Kuvendit u pajtua me kritikën e bërë nga Bamir Topi për përfshirjen apo mos përfshirjen e ish presidentëve për reformën në drejtësi. Besoj se përfshirja e ish presidentëve në procesin e diskutimit dhe hartimit të reformës në drejtësi është shumë e rëndësishme, sepse secili prej tyre bart një eksperiencë të rëndësishme dhe të çmuar dhe dihet që presidenti ka patur dhe ka një rol të rëndësishëm për sistemin tonë të drejtësisë.